Njëri ndër themeluesit e ushtrisë lirimtare të Kosovës, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Recep Selimi, në emisionin politik në Tribuna Channel, ka thënë se Ideali dhe Lakmia nuk shkojnë bashk. Ai ka folur me bindje të plot se Asociacioni i Komunave Serbe është projekt i Beogradit dhe si i tillë duhet kundërshtuar me çdo mjet. Është një projekt i Serbisë, i cili i është vënë në tavolinë për ta pranuar Kosova në Bruksel. Dhe Kosova e ka pranuar ashtu siç është. Edhe sikur të ishte në përputhje me planin e Ahtisarit, ne do ta kundërshtonim, për shkak se s'kemi ne pse të krijojmë shembuj të tillë që të ndërtohet një shtet përtej dëshirave ose përtej vullnetit ose jashtë vullnetit të qytetarëve të atij vendi. Pra, Selimi ka paralajmëruar se do të vazhdojnë të rezistojnë ndaj qeverisë së Kosovës. Ai ka thënë se nuk i besojnë gjykatës kushtetuese të Kosovës, duke e cilësuar atë si mekanizëm të shtetit. Kur ju thoni ju se duhet të pritur gjykata kushtetuese për interpretim, atëherë mund t'ju kthejmë një pyetje, cila gjykatë kushtetuese? Një gjykatë kushtetuese e cila po vazhdon të jetë jo kredibile dhe të jetë komplet mekanizëm i pushtetit, normalisht ne nuk i besojmë asaj gjykate kushtetuese. Kjo mund të tingëllojë keq. Qysh një spektër opozitar nuk i beson gjykatës kushtetuese. Neve na ka bërë të mos i besojmë gjykatës kushtetuese për këtë gjykata kushtetuese. Deputeti i Vetëvendosjes ka folur edhe për transformimin e njerëzve të luftës në kohë paqeje. Nuk mund të shkojnë bashkë Ideali dhe Lakmia për gjëra për të tij. Nuk mund të shkojnë bashkë Ideali dhe diçka që s'ka të bëjë me të. Pra, nuk mund të shkojnë bashkë Ideali, dëshmorët dhe flamuri dhe ndryshimi i idealit, ndryshimi i flamurit dhe i qëllimeve dëshmorëve. Nganjëherë i kemi duruar nështë kur kanë thënë që shpalla e pavarësisë Kosovës ka qenë realizimi i idealeve dëshmorët të kombit. Jo, nuk ka qenë kjo. Kosovë, ata që kanë ndarë dëshmorët e kombit, prandaj edhe një herë do t'ju kërkoja që mos e tentojnë ta transformojnë dhe ta ridizajnojnë qëllimin e dëshmorëve. Duke folur për arrestimin e deputetëve, ai tha se deputetët nuk janë të paprekshëm, duke shtuar deputetët që po ndiqen për t'u arrestuar janë të pafajshëm. Tendenca për të nxjerrë njerëz të paprekshëm nuk mendoj që është keq qëllim mirë. Unë edhe herë duhet të them, nuk ka policë të Republikës së Kosovës i cili nuk gëzon të arrestojë Recep Selimin. Është thjesht një tendencë për ta nxjerrë dikë si më të paprekshëm, si dikë si më të madh. Unë nuk jam më i zoti se asnjë aktivist. Selimi ka folur edhe për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, duke thënë se pengesa kryesore në këtë drejtim është lista serbe.